I ftuar I radhës është Majvjen Kamberi. Përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Edhe emrin e ke pak të veçantë, me thënë të drejtën. Ashtu jam edhe unë vetë. I edhe ti vetë I veçantë ashtu siç ke emrin. Do kalojmë edhe tek ti pse je I veçantë dhe çfarë të bën të veçantë, por si fillim dua të di se çfarë fshihet pas emrit tënd? Kujt ishte ideja për këtë emër kaq të veçantë dhe të bukur? Unë linda pas 2 motrave edhe daja im, kam pasi dajt gazetar që ka punuar të TVSH-ja, Abdurrahim Ashiku. Më lodhi gjithë fisin për të lënë emrin tim, me zi e gjetën. Maj vjen, jo këne, jo ane, edhe gjetën maj, vjen muaj maj. Se gjithë njerëzit kujtojnë se e kam nofko se kështu. Kur ke lindur ti? Në maj. Maj vjen, 6 maj, ditën kur ka lindur Skënderbeu. Çka interesante domethënë. Po ti pse je I veçantë? Çfarë të bën të veçantë? Nuk e di, ndoshta karakteri, tipi. Çfarë karakteri? Jam pak shakaxhi, bëj çigallat kështu. Me njerëz dhe të puna që bëj. Domethënë pas ke një hobi tjetër për aktor komedia. Po. E ke menduar ndonjëherë? Jo, unë kam marrë pjesë në 4 filma. Edhe aktor komedie nuk kam marrë pjesë akoma. Edhe po bisedoja me zemër vogël, o do marrësh një film ose s'do shkoj më asnjë film tjetër. Sa mirë dhe shumë suksese. Faleminderit. Ti merresh me tatuazhe. Si lindi pasioni yt për vizatimin dhe artin? Se është art. Më përpara kam pas punuar me një pizzerie dhe merre ato fletat edhe vizatoja çfarë do që shifra vërdall. Mbas sa kohësh kur lasha të punë, u detyrova të shkoj në Itali, atje nuk më heci pak keq, edhe u ktheva, bashkë me një shok filluam hapëm një studio. Dërgoj që ai bënte tatuazhe, unë do mësoja me atë. Kështu që ai nuk më mësoi kurrë, edhe u mësova vetë. Po se profesioni vidhet, nuk mësohet. Pikërisht. E vërtet. Kur vendosi që ky pasion, le ta quajmë, do të kthehet në punë për ty? Po si fillim ka qenë pasioni, vitin e parë ka qenë shumë I vështirë. Më pastaj u kthy në profesion. Edhe kështu. Kanë kaluar më shumë se 15 vite që ti merresh me këtë lloj pune. E mban mend tatuazhin e parë? Ja. Te dora ime. Është një shqiptar. Domethënë këtu kam mësuar dorën me ngjyra të ndryshme. Je praktikuar për herë të parë në trupin tënd. Po si gjithë tjerë, gjithë ato që bëj tatuazhe si fillim. Përposa saj ke edhe shumë tatuazhe të tjera. Kam disa. Çfarë do të thënie kanë ato tatuazhe? Po shikoj që ke një sy. Këtu kam syun e bashkëshortes time, këtu kam Kleopatra me një makinë tatuazhi, këtu kam babën. Jo ta kishe bën në zemër, faktikisht. Gjithmonë kur e kishe bën krau zemrës, pa ja, këtu gjithë me zemrën e kam. Që ka domethënë. Bro. Të kalojmë pak tek tatuazhet. Cili është trendi I verës? Trendi I verës varet nga preferencat e njerëzve. Po ka tatuazhe realistike, ka tatuazhe që simas njeriu, nuk është se ka një trend fiks fare. Vajzat çfarë preferojnë më shumë? Cilat janë zonat? Shkrimet, përgjithësi janë vajzat që bëjnë shkrimet, lulet, sy, gjërat kështu më minimaliste. Kurse meshkut bëjnë tatuazhe më të mëdha. Në cilat zona I bëjnë femrat zakonisht tatuazhet? Në gjitha zonat. Gjitha zonat, varet se ku e kanë dëshirën, nuk është se. Ti pranon në çfarë do lloj zone që të vi, e bën? Jo. Ku thua jo, nuk e bëj këto? Në zonat intime. Nuk I bën kurrë? Jo. Nuk I ke bërë asnjëherë? I kam bërë, por nuk I bëj më. Pse? Nuk do më pëlqente më. Nuk e di pse, është preferencë e ime. Cila është historia më çuditshme gjatë gjithë kësaj karriere? Po ka shumë histori çuditshme. Ndonjë dramë kështu se ne I kemi qef pak të dramat, jo erdhi shkruajti të dashurinë e fshiu pastaj prapë. Unë jam bosi në Tereza aty që ngjoj drama për ditë, histori ndryshme të njerëzve. Ka pa fund. Po si e do të keqen? Të keqen. Ja, pastaj do fillojmë çajm pastaj. Jo se nuk çajm.
kishim pa ca kohë në lajme që gjyshi shtypi një person, një fëmijë të vogël, gabimisht. Edhe nëna e atij personit që vdiq, erdh pastaj e bëri tatuazh, edhe kur ma tha që jam filania, aty u bëra shumë keq. Edhe fillonin që të qanin të dy. Do me thënë që ke përfshirë dhe ti emocionalisht. Po pikërisht. Përpos kësaj kemi dhe histori të bukura, ngjarje të bukura, që besoj ndonjë surprizë. Si për shembull? Kush bën më shumë surpriza? Bëhet fjalë gjithmonë për tatuazhet, femrat apo meshkujt? Po të gjithë kanë tatuazhe ndryshme, varet se çfarë mendojnë. Bëjnë. Po ato që bëjnë për bashkëshorti ose bashkëshortën. Ose të dashur, nëse janë gjithë bashkëshortë me bashkëshortën. Po, ka dhe ato që bëjnë shumë gabime. Ato që shkruajnë emrat. Është gabim? Mendoj se po. Pse? Po sepse unë kam dhe lazer edhe i heq edhe tatuazhet. Edhe në 70% të rasteve ose 80 vinë t'i fshin ato tatuazhe që kam bërë. Nuk mendoj shumë gjatë, i ka pe emocioni i momentit dhe hajde që këmë bëjmë tatuazh. Emrin. Ose ka dhe nga ato goca që janë detyruara. Do me thënë nga mashkulli që kanë krah, am do shumë ti, thot, ha, bëj emrin tim, thot. Edhe kjo, mendje leta. Direkt për emrin. I këshillon këto kur I vinë? këshilloj për ditë, gjithmonë. U them mendoni, sidomos dje kisha një rast që do të bëta një gocë diçka në gishte dhe kam net 1 orë për t'i mbush mendin që mos e bëj derisa o do e bëj o s'ka, nuk hikne nga studio. Edhe e bëri? E bëri përfundimisht. Nuk e ka da mendin. Po mirë ta gëzoj, se mbase vjen me heq prapë. Po, edhe unë ato po llogarisja, ku do han kalamajt e mi. Cila është zona më e dhimbshme? Dhe zona më e dhimbshme është nga gishtat, te kyçet e këmbëve, te brinjët. Këto janë zona shumë dhimbshme. Në shpinë? Në shpinë, po jo shumë në shpinë, më ka pjesa e poshtë me këndej. Varet sipas lëkurës, kush më e holl, kush më e trash. Gjatë gjithë këtyre 15 vite eksperiencë, çfarë ka ndryshuar tek ti si artist? Karakterin, ndoshta jam bërë pak më i butë. Jam bërë më emocional, ti kur kam pas qenë ai tipi gangsta, po me kalimin e viteve. Po këtë nuk ta ka dhënë profesioni? Po jeta, përgjithësi. Unë thash për profesionin. Tek ti si artist, jo tek ti si person. Po edhe jo tash. Më duket se u bëre nostalgjik. Ne, po nuk e di, nuk më shkon mendja me asgjë tash. U bëre nostalgjik, le të lejmë nostalgji. Po si person, mendon se të ka ndryshuar ky profesion? Po nuk e di, më ka ndryshuar po profesioni apo jeta, prandaj po them, se kur bësh me familje ndryshon çdo gjë. Edhe nuk e di nëse është profesioni apo thjesht vitet që kalojnë. A ke pasur moment ku ke menduar të heqësh dorë nga Kam pasur shumë momente që du të heq dorë, sepse ke të bësh me lloj njerëzish edhe si për shembull? Po si për shembull vjen një kohë që mërzitesh. Nga çdo gjë, jo vetëm nga profesioni. Çdo gjë të bëhet monotone. Edhe do të ndryshosh diçka të re. Po ne të gjithë artistët për përgjithësinë preferojmë malet e këto natyrën, edhe mbas çdo tatuazhi, mbas çdo jave ne sigur që do dalim diku. Do shkosh në mal. Po do shkojmë diku sepse do dhe truri që kërkoj pak qetësi. Çliron dhe ato energji negative. Duhet edhe përqendrim te tatuazhe etj etj. Tjetër, cila është ajo gjë që e bën pasi mbaron punën për të çliruar energjitë negative, përveç të dalurës në natyrë? Falem xhami.
Je Kjo besimtar. Po, jo i devotshëm 100%. Si mendon, fatin e shkruan Zoti apo e shkruajmë vetë ne fatin ton? Vetë ne, Pse? se nuk çat kërkosh nga vetja do e arrish. Zoti t'i ka dhënë gjitha mundësitë. Qofse ti nuk i krijon vetes ato mundësi, mos prit që ta ndryshoj fati. Nuk besoj ke fati, domethënë. Beson tek fati që e shkruan vetë dhe e ndërton vetë. Po. Zoti thjesht të jep mundësitë. Për të jetuar jetën. Ke marrë pjesë, më the dhe më parë, në 4 filma. Mund na flasësh pak më shumë rreth kësaj? Po, kam marrë pjesë në 4 filma, te njëri kam qenë aktor kryesor, që flet për kokainën. Edhe është një histori e vërtet e një shoku tim që e ka përjetuar atë. Edhe unë jam munduar që ta shfaq në film sa më mirë. Do me thënë, roli yt ka qenë? Roli im ka qenë e personit që pi shumë edhe po është film dram, aksion. E ka të bëjë me mafjat, me këto gjërat. Po edhe ky personi që pi është një person që është nga forca speciale, përfundon në një rrugë shumë të gabuar. Edhe shoqëria, domethënë, të çon në vendin më të errët. Çfarë ke qejf të luash tani? Më shumë kam qejf të luaj në film komedi. Tani do të kalosh nga aksioni në komedi. Po, jam vdes për komedi, po problemi është se me ato regjisorë që më ka bashku fati, domethënë kanë zgjedhur vetëm këto aksione, këto gjërat. Unë nuk jam të aksioni. Jam të aksioni, por nuk jam dhe të komedia, du të jetë një film i ndërthurë aksion komedi bashkë. Cili është aktori me që të pëlqejnë filmat, ke bërë filma, cili është aktori që vlerëson më shumë? Albano Botgo. Tjetër? Te këto shqiptarët më? Po shqiptar? Ku t'i gjë të shi, së vim mene. Me këtë do të luaje? Me Zebër Vogin. Vetëm ato do të luaj. Ai më pëlqen në stilin e karakterit që ka. Du një film që t'jetë film popullor, jo film... Ke marrë ofertë nga Zebër Vogi? Po jemi takuar, kemi biseduar, e presim që të lozim diçka. Priti të bëhet mirë? Të fal treshi. Të fal treshi? Tash mos flasim për këtë çështje. Ja, do jetë surprizë. Atë flet dikush tjetër. Do jetë surprizë. Shumë suksese të Shumë regjisësi. faleminderit. Sa orë në ditë punon me që jemi tek puna? Më përpara, kur isha punëtor i teatrit, kam punuar 8 orë. Jo me tatuazhe, me profesion tjetër. Me çfarë? Me shumë profesione tjetër. Kam punuar bodyguard, jam marrë me shumë gjëra. Pizzaiole, shumë gjëra. Edhe kur hapa biznesin tim, tani punoj 24 orë. 24 orë. Po do me thënë edhe në orën 1-2 natës merr tjetri alëm telefon, po kur shko më daku? Unë gjumë aty për 7%. Cilat janë moshat që vinë më shpesh në studion tënde? Janë përgjithsisht janë moshat e reja, po ka moshat të ndryshme edhe moshat e mëdha janë pafund. Nuk është se është një tabu tash, siç ka qenë dikur, kupton? Çfarë kriterësh duhet plotësoj një person që të vi të bëj tatuazhe? Duhet jetë mbi 18 vjeç. Ose duhet të jetë mbi 16 vjeç, por me leje të fortë të prindit. Edhe në ndonjë tatuazh jo shumë të madh, diçka si për kyçeve dorës ose poshtë qafës, diçka e brendshme, jo. Tjetër, vetëm kaq. Po. Cili është tatuazhi më i vështirë që ke realizuar? Po ka shumë tatuazhe të vështirë. Tatuazhi i vështirë nuk është i madh, po është i vështirë. Do me thënë, e ke parasysh ato barkodet? Qofse je i Zotit të bësh ato vijat, gjitha janë 30 vija, ti bësh gjitha të drejta, atëherë do thotë që je shumë i Zotit në atë profesion. Ti je? Kam treguar që jam. E ke pas gjithmonë familjen pro për profesionin që ti bën?
Më përpara, kur kam filluar vitin e parë, nuk kam parë asnjë njeri pro. As familjen, as njeri. Pastaj puna ka filluar vitin e dytë. Vitin e parë ka qenë vetëm vujtje. Kam punuar punë tjetër që të mbaj studion. Edhe gradualisht, duke u rrit, jemi këtu që jemi sot. Ti edhe aktron, mendon që në të ardhmen mund të bësh një aktor dhe ta lesh këtë punë që bën tani? E kam menduar shpesh herë. Aktrimin e kam shumë pasion. Shumë pasion. Thjesht ne nuk kemi regjisorët e duhur. Takova një regjisor se s'po e përmend atë studion e tjerë, po që nuk po më pëlqen ca studio që hapen thjesht për të fituar lek nëpërmjet popullit. Edhe shkova që t'i tregoj talentin tim se sa talent kam. Ishte një regjisor mendem maf, nuk shohin talentin e një personi. Shumë njerëz këtu. Shohin çfarë interesi kanë te ky person. Ose regjisorë që janë në Shqipëri që këto që bëjnë filma, të jesh i sigurt që ato që janë edhe të suksesshëm, të jesh i sigurt që nuk të marrin film nëse s'kan një interes te ty. Ose ti duhet ta paguash atë regjisor që ai të marrë film. Përveç pagesës, çfarë interesi mund të ketë? Kjo është pa tolerueshme, se mërzitem sa herë kujtoj këtë pjesë. S'ka gjë, mund të. Nuk të vlerëso kush për artin që bën. Mesazh i fortë ky. Shumë i fortë. Çfarë do të thojë të gjithë rinjve që mendon kështu si ti? Ta ndjekin ato ëndër apo ta lënë në mes? Po duhet ta ndjekin se shpresa nuk vdes asnjëherë, kupto. Se mos kisha shpresa edhe unë s'do flisja kështu. Do me thënë, shpresa vdes e fundit, duhet ta ndjekin atë profesion. Është profesion shumë i bukur. Po me të ardhura të pakta. Dhe ti ishi i gatshëm të leje studion, të mbyllje punën për aktrimin, ndërkohë që aktrimi ka më pak të ardhura, mendoj. Sa ajo çfarë bën ti sot. Do mbyllja punën për aktrimin nëse do kishte të ardhura më shumë, po për momentin nëse po bëj edhe aktrim, edhe tatuazhet, siç kam profesionin, i bëj sepse me aktrim nuk fitohet lek në Shqipëri. Thjesht futen për famë njerëzit në film. Ta harosh atë mohabet që futet kush për fitu lek. Ti do fusje për famë? Edhe ato që bëjnë filmat vet e kanë të vështirë të nxjerrin lekt e filmit në fund. Ti do fusje për famë? Po do fusja, po. Do fusje sepse ky është realiteti në Shqipëri. Sa të nevojshme e ke famën ti dhe pse e ke nevojshme? Po, në fakt fama nuk e kam qef fare, po jam i detyruar për profesionin që bëj të shkoj dhe në emisione edhe të marr pjesë në për filma e më gjërë. E të bëj video që du të bësh një video për TikTok ose Instagram, du të bësh... I kanë bën kështë fani ata. Më the më parë që jam i veçantë. Je shumë i veçantë. Qa veçantë? Hajtë mo. Unë nuk i besoj shumë këto gjëra që njerëzit i thonë vetë për veten e vet, por gjithsesi do të pyes ty, çfarë të bën të veçantë ty? Përveç se je tip komik. E veçanta ime është, jam dhe njeri shumë pozitiv. Ku e merr pozitivitetin? Ajo buron nga shpirti, nuk është se dhe e marrësh diku. Ka njerëz që ta marrin për keq mënyrën edhe se si flet, se si bo shaka. Kjo është. Nuk ke asgjë tjetër veçantë, domethënë. Si nuk kam edhe. Vetëm kaq. Kam apo tash hajde. Merr vesh. Hajde kujtoj tash për çfarë. Bashkëshortja jote. Çfarë ka pëlqyer dhe vlerësuar? Po çka kam veçantë? Kam shumë profesione. Jam marrë me shumë lloj punësh. Kam shumë gjëra të veçanta, nuk është se është veçantë vetëm tipi edhe shakaja që mund të bëjmë. Bashkëshortja të bëra i pyetje dhe nuk më përgjigja. Vetë me bashkëshortën, ma nxit. Bashkëshortja. Po kur derisa e ke tani të flasim për femrat e tjera. Besa. Bashkëshortja jote, çfarë ka vlerësuar në fillim tek ti? Këtë karakterin, këtë tipin që gjithmonë bëj gallate dhe nuk më plas shumë se çfarë mendon tjetri.
Mos e the fare troç. Jo, mirë. Troç e theti. Jo, ka dhe më keq. Ja, ajo është. Ajo nuk i përmbush kriteret e ekranit. Sigurisht që po. Tani, unë kam një rubrik ku do përgjigjesh për 3 sekonda. Kaq pe. Ha, ja. Po. Ta bëjmë 5 për ty. Jam. Ti je dhe i veçantë. Si ta dish ti hënjë? Ti je i veçantë? Fudje, është shumë e gjatë? Tatuazh i madh apo i vogël? I vogël. Boje zezë apo me ngjyra? E zezë. Me hije apo me linja të holla? Më e vështirë është me linja, me hije. Krah apo shpinë? Të dyja, kujtëm. Të dyja të bukura. Emër apo simbol? Simbol. Minimalist apo shumë i detajuar? Minimalist. Tatuazhi Gjithsesi kuptimin e ka. Minimalist. Tatuazhi i parë apo i fundit që ke I bërë? fundit që kam bërë. Dhimbje apo kënaqësi? Të dyja. Edhe dhimbje dhe kënaqësi. Pse të dyja? Po çdo dhimbje ka dhe atë kënaqësinë e vet në fund kur e mbaron tatuazhin. Është shumë e bukur. Kur e bë ti me mpirje tatuazhin, nuk e ndjen atë kënaqësinë. Është thjesht Ti po thuaj që dhimbja është një kënaqësi dhimbja në është gjithmonë vetvete. kënaqësi dhimbja. Bravo. Jo dhimbja e padurueshme, ajo që durohet. Jo është ka kënaqësi, po Po. ndonjë dhimbje tjetër, Qa dhimbje tjetër? dhimbje shpirtërore. Po, për shpirtërore Ka janë ato kënaqësi ajo? Jo, ato që bëjnë për njerëzit e vetë që të ndjerë, domethënë, kanë dhimbje shpirtërore. Nuk është ndonjë kënaqësi e madhe. Po prap kënaqësi, prap është në fund kënaqësi sepse e ka tatuazhin në dorë dhe gjithmonë një kënaqësi. Prap kënaqësi është në fund. Iku. Ideja e klientit apo krijimtaria jote? Ideja e klientit, qofse pagu pak, krijimtaria ime, qofse pagun shumë. Një tatuazh që nuk do ta bëje kurrë? Një tatuazh që do ta bëj UFO, sepse ka qenë një kohë që kam bërë shumë UFO, ato alienet. Atë nuk do ta bëje më. Po, edhe infinitit. Pse infinitin jo? Po, tani nuk bëjnë më, bëjnë shumë pak, krahasim me sa që kam pas bërë vite përpara. Që thjerone kemi infiniti. Plot. Çfarë tregon infiniti? Infiniti do thot diçka të diçka e pafund. Infiniti. Po zakonisht e bëjnë këto të dashuruarit. Po. Edhe pastaj Edhe ti që ke shumë kundra këtyre gjërave. po të jam dashurisë. kundra sepse shoh shumë çifte që ditë e sotshme po ndahen edhe ka shumë tradhti, shumë gjëra ndryshme që O, tradhti. ka pafund. Mi që kaluam tek tradhtia. E ke aty bërë ndonjëherë tjetër. këtë gabim ti pa dashje? Jo. Tradhtia bëhet pa dashje apo është çdo gjë e vetëdijshme? Si ndodh tradhtia sipas mendimit tënd? Mund të tradhtoj njeriu pa dashje? Po. Ke tradhtuar ndonjëherë pa dashje? Jo. Atëherë si Po mund të tradhtoj pa dashje? mund të tradhtoj Kur ti s'e ke bërë? nga momenti. E ke bërë? Jo. Po e mendoj. E mendon ta bësh? Ja kam menduar, po ju gjithë kam menduar. A? Edhe po. Pse se kam menduar njëri? Nuk e di. Është çka normale. E menduara me të bërën janë ndryshe. Tradhtia ndodh kur mbaron dashuria? Jo. Pse? Tradhtia ndodh edhe për kënaqësinë e momentit. Edhe ky është gabim që bëhet pa dashur. Tradhti pa dashje. Nga kjo gjë pastaj varet jeta e dy personave kur kuptohet. Frymëzim apo teknik? Është ai epshi i momentit. Frymëzim apo teknik? Teknik. Frymëzimi është thjesht i momentit, teknik. Tatuazh spontan apo i menduar gjatë? I menduar shumë gjatë. Një tatuazh që do ta bëj edhe një herë?
Tatuazh që do ta bëj edhe një herë. Sytë e një femre. Tatuazh për kujtim apo thjesht për estetik? Të dyja bashk. Edhe për kujtim, më shumë për kujtim. Det apo mal? Mal, Çaj apo kafe? çaj, Dit apo nat? ditë, Mëngjes apo dark? mëngjes. Veriora apo jugore? Si? Veriora apo jugore? Qa është femër, mashkulla, qa? Femër më femër, Femër, se për meshkujt jugore, flasim ty. femër, jugore, Bjonda apo bruna? bjonde. Një fjalë për artin në lëkurë? Adrenalin. Përveç artit në lëkurë që të jep adrenalin. Cila është gjëja tjetër që të jep adrenalin? Adrenalin më japin vetëm kur shkoj nëpër mal, nëpër lumenj. Ajo është pjesa më e bukur e jetës time. Më përpara kemi pas dalim edhe sot me motorra, më përpara kemi pas dal me bicikleta. Edhe me bicikleta downhill që hidhesh nga mali nëpër vende të rrezikshme, kurse sot se kemi mundësi për ta bërë më. Po kur dilshim atëherë e humbshim çdo gjë, i thoshim trurit fresk. A di sa gjë e bukur ka qenë. Kurse deti nuk ka aq adrenalin, vetëm kur zhytesh. Në thellësi. Tani unë do doja një mesazh nga ana jote për të gjithë artistat e rinj. Edhe si artist tatuazhesh që je, një këshill për të gjithë adoleshentët që duan të bëjnë tatuazh, edhe ato gjëra që vini kërkojnë por janë gabim. Mendoni gjithmonë shumë kohë përpara se ta bëj tatuazhin, jo të jetë diçka spontane. Du ta bëj sot ose s'ka. Dhe ju që jeni 16 vjeç deri 18, du të bëni shumë kujdes. Ka dhe nga ato 15 vjeçarë që thonë, du ma bosh o s'ka. Nuk bëhet sepse lëkura jote është e papjekur akoma. E ti je në rritje sipër. Edhe tatuazhi edhe mund të deformohet disi. Edhe je i papërgjegjshëm për atë që po bën. Me vjen të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit ty. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.